Të dhënat e publikuara nga Enti Shtetëror i Statistikave tregojnë se numri i lejeve të ndërtimit në shtator 2025 është rritur me 6.1% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Sipas lejeve të ndërtimit të lëshuara, vlera e parashikuar e objekteve është 7.124.419 denar, që është 5.2% më pak krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar. Në shtator të vitit 2025 janë lëshuar 314 leje ndërtimi, që është 6.1% më shumë krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar. Nga numri përgjithshëm i lejeve të ndërtimit të lëshuara, 220 apo 70.1% janë të destinuara për ndërtesa të larta, 38 apo 12.1% për ndërtesa të ulta dhe 56 apo 17.8% për ndërtesa për rindërtim. Nga gjithsej 314 ndërtesash, 229 apo 72.9% janë në pronësi të individëve dhe 85 apo 27.1% janë në pronësi të subjekteve afariste.